Sot është dita e dytë e tridhjetësit të Pashkëve, e premtja e madhe. Kisha në këtë ditë të shenjtë përkujton mundimet e Krishtit, ecjen e tij plot me vuajtje, nga arrestimi në kopshtin e ullinjve deri në vdekjen në kryq mbi malin Kalvar. Gjatë kohës së kreshmeve, tradita e krishterë ka ushqyer shpirtin ton me përshpirtërinë e udhës së kryqit. Kemi ndjekur më nga afër Krishtin në mundimet e tija dhe jemi lutur me ndërmjetësinë e Zojës që varret e tija ta lënë një gjurmë të thellë në shpirtin ton. Varret e Krishtit tam panda gjurma në zemër me mi ba. Po, sepse nuk është thjesht një ngjarje për ta kujtuar, por një mister për ta kundruar dhe për ta ngulitur thellë në zemër. Kështu, edhe në jetën e Shënt Terezës së Jezusit, një ditë para një truporie të Krishtit të lidhur për shtyll, Zoti filloi ta shkunte, e përforcoi dhe e ndriçoi në terrin e saj, që të mos e fyen të mo. Shkruan ajo vetë në librin e jetës. Tashmo shpirti im ndihej i lodhur dhe donte të pushonte, por zakonet e tij të këqija e pengonin. Një ditë, duke hyrë në kish, syt më zun një trupore që ishte vënë aty, në pritjet e një feste që duhej të kremtohej në kuvend. Paraqiste Zotin ton të mbuluar me plag, në mënyrë aq të përshpirtme, sa që kur e pash, u ndjeva krejt e prekur, sepse paraqiste me vërtetësi të madhe sa kishte vuajtur ai për ne. Pata një keqardhje të tillë, kur mendova për mos mirënjohjen me të cilën u përgjigjesh atyre plagëve, sa që më duk se po me coptohej zemra. Rash të këmbët e tij më rekelotesh, duke ju lutur të me jep të forcën që të mos e fyeja mo. Sigurisht, edhe për Terezën kthimi i thellë i zemrës së saj që një ecje gjatë. Ju desh kohë për t'i nxjerrë prej atyre plagëve të gjitha hiret e nevojshme për një jetë të re. Por prapë se prapë, që atë ditë mbrapa, Tereza nuk ishte mo e njëjta. Gjithë puna është tek ajo fjalë, sa ka vuajtur ai për ne. Nuk është thjesht një nxitje për të bërë më të ndjeshëm për mëkatet tona. Madje neve të krishterëve ajo fjalë na flet sidomos për dashurinë e Zotit, për durimin e tij kundrejt mëkatarëve, për dhuratën e madhe të trupit dhe të gjakut të tij, për shpëtimin ton, për shpirtin shenjtë që marrim dhuratë të këmbët e atij kryqi. Edhe një shëntëresh karmelitane tjetër, Shënt Tereza e Jezusit Fëmijë dhe Fytyrës së Shenjtë, filloi ecjen e vetë shpirtërore prej giganti, thot ajo vetë, pikërisht kur një ditë u ul para kryqit dhe kërkoi ta mbledhë në zemrën e vet atë gjak që binte në tokë nga Krishti i kryqëzuar. Shkruan Shënt Tereza në historinë e një shpirti. Një të diel, duke parë një fotografi të Zotit ton në kryq, me la mbresa të thella në shpirt, gjaku që binte nga njëra prej duarve të tij hyjnore. Provova një dhimbje të madhe duke menduar që ai gjak binte në tokë, pa u munduar kush të mblidhte. Dhe vendosa të mbahesha në shpirt, në këmbët e kryqit për të marrë vesën hyjnore që rrithte, duke kuptuar që do të më ishte dashur më tej ta derdhja mbi shpirtrat.
Edhe britma e Jezusit mbi kryq me jehonte vazhdimisht në zemër: kam etje. Këta fjalë ndisnin në mua një zjarr të panjohur dhe shumë të gjallë. Doja t'i jepja të pinte të dashurit tim dhe unë vetë ndihesha e gëlltitur nga etja për shpirtra. Nuk ishin akoma shpirtrat e prifterinjve që me tërhiqnin, por ato të mëkatarëve të mëdhenj. Digjesha nga dëshira t'i rrëmbeja nga flakët e përjetshme. E premtje madhe, pra është dita për të zënë vend edhe ne aty, bashkë me Zojen, me nxënësit e dashur, me Terezinën dhe me të gjithë shenjtrit e kishës. Mirë po, kjo nuk është as pak një perceptim devocional, pasi të këmbët e kryqit të qëndrojmë vetëm, duke qëndruar brenda kryqeve tona të përditshme me besimin e bijve të Zotit. Domethënë, është një qëndrim jete, me shumë se thjesht një kujtim. Të krishterët qëndrojnë në kryqet e tyre me dëshiren për të mos u larguar kur nga kryqi i Krishtit. Për këtë arsye, Shëntë Tereza e Jezusit i nxit motrat e veta që në lutjen e tyre të kalojnë në kohë të zgjatur në meditimin të këtij të misteri dhe në ngushëllim të Zotit ton të kryqëzuar. Shkruan Shëntë Tereza në Udhën e Përsosmërisë. Nëse jeni të hidhëruar apo me smundimesh, mund të kundroni kur shkon në kopshtin e udhëllinjve, ose shikojeni të lidhur për shtyll, të gjytur në mundim, me trup e bërë copë, e gjithçka prej dashurisë së madhe që ka për ne. Sa vuajtje. Ose shikojeni me kryqin mbi shpinë, kur xhelatët nuk lejojnë as ta marrë frym. Ai atëherë do t'ju shikoje ju me ata sytë e tij shumë të bukur, të dhimbshëm dhe të mbushur me lot. Do t'i harroje dhimbjet e tij për të qetësuar tuajat. Mjafton që ju ta shikoni dhe t'i luteni t'ju ngushëllojë. Ta adhurojmë o Krisht, sepse me kryqin tanë e shpërbleve botën. Amen.